Secili cep në objektin e ish-typshkronjës rilindja reflekton braktisjen nga shteti. Sidoqoftë godina që lokalizohet në qendër të kryeqytetit shfrytëzohet nga përdorues të lëndëve narkotike. Por në të ardhmen objekti mund të vihet në funksion të zyrës kombëtare të auditimit që aktualisht paguan qira për ndërtesën që përdor në lagjen Dragodan. Ministria e Punëve të Brendshme ka vendosur t'ja jap në shfrytëzim ZKA-s një pjesë të objektit të ish-typshkronjës. Që nga viti 2018, stafi i zyrës kombëtare të auditimit është i vendosur në këtë objekt 3200 metër shkatror. Për të shfrytzuar këto hapësira, ZKA-ja në baza vjetore paguan më shumë se 160.000 euro. Në muajin e kaluar nga ZKA-ja thanë se një kompani ishte kontraktuar për projektim të hapësirave. Megjithatë, njëherë për njëherë brenda nuk vërejen shenja të ndonjë renovimi. Intervenim duhet të bërë edhe në muret anë mban objektit. Në to ka shkrime e grafite nga më të ndryshmet. Në gjendjen e tanishme, objekti nuk ofron kurrfarë kushtesh për punë. Madje është i hapur në të gjitha anët dhe nuk ka fare as dritare. Sidoqoftë, ZKA mirëpret gatishmërinë e Ministrisë së Punëve të Brendshme për t'i akomoduar zyrtarët auditorit të përgjithshëm në objekt me pronësi publike. Paraqet një zgjidhje afatgjate e cila përveç që do të kursej buxhetin për Qiran dhe do të garantoj trajtimin e merituar për institucionin ton. Njëkohësisht do të shmang zyrën nga ekspozime të mundshme të cenimit të parimeve etike. Që nga viti 2003, kur zyra kombëtare auditimit u themelua si institucion, nuk pati kur objekt në pronësi publike. Që nga ajo kohë deri tash, ZKA-ja shpenzoi më shumë se 3 milion euro për qira. Objekti që parashihet t'i jepet në shfrytëzim ZKA-s përfshihet në listën e trashëgimisë kulturore në mbrojtje të përkohshme.